Kisha Katolike deklaron se nuk do të pranoj kurrë, as sot e as në të ardhmen në formë tjetër martesore, veç asaj mes një burri dhe një gruaje. Një fakt të tillë e përforcon dhe nxitja apostolike e shkruar nga Ati i Shenjtë Papa Francesku, që është dërguar të gjitha kishave katolike në mbar botën. Dokumenti papnor ka në qendër institucionin e familjes që vitet e fundit po përballet me një krizë identiteti në rritje për shkak të numrit të madh të divorceve, dhunës në familje, braktisjes apo lidhjeve mes të njëjtit seks. Por gjithsesi qëndrimi i Papës është më liberal se paraardhësit. Në nxitjen e firmosur prej tij drejtuar besimtarëve katolik, Papa shkruan se askush nuk mund të dënohet për gjithmonë. Detajet të dokumentit të firmosur nga Ati i Shenjtë janë bërë publike për median nga drejtues të Kishës Katolike Shqiptare përmes një konferencë për shtyp. Kisha u drejtohet me dashuri atyre që marrin pjesë në jetën e saj në mënyrë jo të përkryer, sepse të gjithë duhet të integrohen në jetën e bashkësisë kishtare. Papa flet me respekt për situata të tjera familjare, familjet me një prind të vetëm, apo familjet e divorcume dhe të rimartume, apo personat me të njëjtin seks që jetojnë bashkë. Papa nuk anatemon njëri, por mundohet të ketë një shikim plot dashuri, duke thënë një gjë, që familja është vetëm ajo e themeluar mbi martesën ndërmjet një burri dhe një gruaje. Vitet e fundit komuniteti LGBT në Shqipëri ka shtuar presionet ndaj politikbërësve në parlament dhe në qeveri, duke kërkuar me insistim ndryshimin e kodit familjes për të legjitimuar martesat apo bashkëjetesën brenda të njëjtit seks, kjo edhe fal mbështetjes së disa ambasadave të huaja. Ndërkohë, paketa e ndryshimeve kushtetuese fokusuar kryesisht tek reforma në gjyqësor, përmban në të edhe ligjin kundër diskriminimit, që specifikon komunitetin LGBT. Po si reagon Kisha ndaj këtij ligji që pritet të hyjë në librin themeltar të shtetit? Nëse ky ligj do të shkojë të preki kodin e familjes, konkretisht, dhe do ta ndryshojë atë kod. Qëndrimi i Kishës qysh tani është ky, që nuk mund të ketë një formë tjetër bashkëjetese që mund të quhet martesë, përveç se asaj ndërmjet një burri dhe një gruaje. Sipas Kishës Katolike, institucioni i familjes nuk mund të ndryshohet nga asnjë parlament në botë, përfshirë dhe vetë Kishën. Kisha s'ka autoritet të ndryshojë këtë doktrinë. Është bazuar mbi fjalën e Zotit, shkrimin e shenjtë, dhe asnjë parlament nuk ka të drejtë të ndryshojë këtë koncept të martesës. Mund të quhet një miqësi mes dy burrave ose mes dy grave, por jo të quhet martesë.